Abuzimet e Akshi dalin në sipërfaqe. SPAK goditet gropën e zezë të tenderave publik. Tiranë, Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka ndërmarrë një nga goditjet më të forta ndaj abuzimeve me fondet publike në sektorin e teknologjisë dhe shërbimeve digjitale. Në kuadër të një hetimi penal për abuzime masive me tenderat e Akshit, SPAK ka lëshuar urdhra arreste dhe masa sigurie për drejtues të lartë institucionale dhe përfitues private të fondeve shtetërore. Sipas burimeve jo zyrtare, është vendosur masa e sigurisë arrest shtëpie për drejtoreshën e Akshit, Mirlinda Karçanaj, ndërsa janë lëshuar urdhra arreste për biznesmenët Ergjys Agasi dhe Ermal Beqiri. Hetimet po drejtohen nga prokurori i posaçëm Bledar Maksuti dhe janë në fazë intensive. Kontrollet të BK-s dhe hetim penal për 12 tendera publik. Para ditën e sotme, agent të BK-s dhe SPAK kanë kryer kontrolle në zona të ndryshme të Tiranës, përfshirë Kodrën e Diellit, në kuadër të mbledhjes së provave për një skem të dyshuar manipulimi dhe favorizimi të tenderave publik. Burime pranë hetimit konfirmojnë se masat e sigurisë lidhen me 12 procedura tenderash të zhvilluara nga Akshi, të cilat dyshohet se janë orientuar dhe përfituar në mënyrë të parregullt nga biznesmenët në hetim, në bashkëpunim me zyrtar publik. Edhe pse SPAK ende nuk ka dalë me një njoftim zyrtar të detajuar, mësohet se hetimet përfshin dyshime serioze për veprat penale. Shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera. Korrupsion. Shpërdorim detyre. Akshi nga Agjenci Digitalizimi në nyje dyshimi. Akshi, institucioni që në letër duhet të garantonte modernizimin, transparencën dhe digitalizimin e shtetit, rezulton sot në qendër të një skandali që vë në pikpyetje vetë filozofinë e qeverisjes elektronike. Tenderat e teknologjisë, për shkak të kompleksitetit teknik dhe mungesës së kontrollit publik, janë shndërruar në një territor ideal për abuzim, ku konkurrenca mbytet, çmimet fryhen dhe fituesit duken të paracaktuar. Hetimi SPAK hedh dritë mbi dyshimin se Akshi nuk ka funksionuar si institucion neutral shtetëror, por si instrument shpërndarje e kontratash për interesat të caktuara private, me pasoja direkte për buxhetin e shtetit dhe besimin publik. Përgjegjësi penale, jo mbulim politik. Ky zhvillim përbën një provë serioze për reformën në drejtësi. Çdo tentativë për ta relativizuar këtë çështje, për ta quajtur procedurale apo për ta mbuluar politikisht, do të ishte goditje direkte ndaj shtetit të së drejtës. Në një shtet normal, drejtuesit e institucioneve publike mbajnë përgjegjësi penale. Tenderat nuk janë pronë e pushtetit, dhe SPAK nuk frenohet nga titujt apo funksionet. Mesazhi është i qartë. Hetimi i Akshit nuk është një rast i izoluar. Ai është simptom e një sistemi prokurimi të kapur, ku fondet publike trajtohen si plaçk politike dhe jo si pasuri e qytetarëve. Nëse këto hetime shkojnë deri në fund, pa ndërhyrje dhe pa kompromis, atëherë kjo çështje mund të shënojë një kthes reale në luftën kundër korrupsionit të nivelit të lartë. Nëse jo, do të mbetet thjesht një tjetër dosje që konfirmon atë që qytetarët e dinë prej vitesh. Se gropa e zezë e tenderave nuk është rastësi, është sistem.